vazhdo me bullizu, tonë kone edhe tonë vjen këtu marrë në Viktimën nuk e luaj as pak. Përkundrazi, nuk I qëndroj debate I tipu. Dhe të sta 2-3 gjëra nuk është bullizim. Jo, nuk u dorëzova, thjesht unë nuk moj me ull vetën tam, me najt aty edhe me bërtit me një person që nuk don me të ngull. Si kopshën të bërtit për mi, s'len me folë, s'len... Nuk s'kam asgjë tjetër me I thonë, thjesht nuk du me nejt aty të bërtit edhe me dal me ull me një pozitë saj, ku ajo vetëm bërtet dhe don vetëm ajo me folë dhe nuk I le asë një person me folë. Kështu që s'kam asë një koment. Po me një mënyrë nuk moj me cek që u dërzu, po thjesht nuk mujte me fol, nuk e la thjesht ina me fol. Përfituat nga rasti, sonë dhash mendimin tim pa filtra, sepse një vajzë nuk meriton të jetë, dhe tani ju e kuptuat llojin e situatës, hajde tani t'i vërsulemi ninës, sepse tani të dalin e të mira. Dhe e dikush është më e mira, më e keqja e kësaj gjës. Të akuzoni, vini e tulemi në tavolin dhe thoni nuk kemi gjë personale me ty dhe ne të kërkojmë falje nëse ti je ndjerë e bullizuar. Jo, unë nuk kum bullizu as kur gjahet jo ty, po kë kanë botë nuk e bullizajnë. Do të kisha sugjeruar që kishe parë vetëm tënde lojën tënde. Unë le të dal keq, le të dal mirë, e marr gjithë përgjegjësinë dhe kostot I marr për veten time. Erdha se më ka akuzuar. Hajde, pafshim. Ky debati vajzave I Ninës, I Brikenës dhe I Rushës, për mendimin tim kjo gjë duhet vazhdoj derisa të sqarohet. Tamam. Jo të lihen pezull bisedat. Hajde njërë me mua. Tregoj Lali ta tani çapate. Çpate. Ashe. Si sa zgjë? Asgjë absolutisht. Tani më shpjeg. Aha. Sikur nisha femra që kam bullizuar gjitha femrat. Dhe në fakt, përveç se kam dhënë mendimin tim, s'kam bullizuar askëm. Si këshill do të them, si edhe më I madh se ty, mendoj që ti nuk ke as konkurrencë me vajzat. Nuk ke as pikë krahasimi. E kuptoj është garë. Të gjithë kemi ardhur për çmime të madhe kështu. Sikur mos I vije shumë re, gjithë gjërat që thonë, apo ti kalosh me një mend, kupton, janë 10 vite diferencë, nuk është ne të dy që kemi 3 vite. Kupton, është, nuk do merresh afare me kështu situatës, do thoya kush është ajo 25 vjeçë, ku më rref mua për çka kam ardhur këtu, nuk dua të binde askënd ti e di kush je. Ajo është në kërkim akoma. Kupton, ajo një këshillën tënde mund ta marrë si bulizim, ta them sinqerisht. Tani nga ana Ninës pres pak më shumë pjekuri, dhe ishte diçka që ja thash dhe vetë, që nuk mundesh të kapesh për një arsye jo kaq të fortë, pra pse je ti më e re, me një vajzë 10 vite më të re. Ta kuptoj, të gjithë kemi qenë 25, të gjithë kemi pasur ato gjërat tona në kokë, unë ashtu, unë më I miri, unë më mirë se ty. Komenti tyre, do të thënë, mua mund të nxjerrë dhe keq në opinionin publik, sepse të akuzosh dikën që bullizon, është një temë shumë e ndjeshme në shoqëri. Dhe ti, ku nuk e di as konceptimin e fjalës bullizëm, dhe vetëm e akuzon tjetrin, dhe nuk e argumenton, nuk I thua, po, e ke bullizuar se ke bërë këtë gjë, këtë veprim pasjellshëm, të përsëritshëm, të qëllimshëm, e ke parë që ndihet e dobët, jo që nuk e mbron veten dhe ti e ke sulmuar vazhdimisht. Do të thënë, kur një person mua më argumenton këtë gjë, atëherë unë ndaloj një çast, reflektoj, mendoj, edhe them, ok, do ta mendoj dhe nëse vërtet unë e kam bërë ose qëllimisht ose pa dashje, I kërkoj falje sigurisht. Por ta akuzosh tjetrin, mos ta lesh të flasi dhe të marrin që unë se kam as pak problem fare, fare punës moshën, as asgjë. Por gjithashtu dua t'i them edhe Brikenës që ndonjëherë flet pa menduar. Pra goja e nxjerr gjën para se ta filtroj, ta mendoj dhe të nxjerrë të thotë ato që duhet. Jo, unë tani e kuptoj, po si më e madhe që je dhe komentet tipit që ti thuash një vajze shumë më të vogël se ty, ti je thjesht e bukur dhe kaq,
nuk është se shkon, nuk është se t'ingëllon bukur, me thënë unë si, nëse ju shikoja, gishtin do t'a vi aty, jo asaj, se do thëra, ajo është e vogël, ajo, kupton? Do kisha pritshmëri nga ty. Mos harro, jemi në një garë. Po. Vajzat, kur kanë interesin e tyre personal, ose për të pas qasën ndaj publikut, ta përdorin moshën dhe nuk është se e përdorin në fakt si kompliment. Po. Vajzat, do të thënë, duan që mua të më bëjnë të ndihem inferiore apo jo me vetë besim, por unë tek unë nuk ndodh. Jo, dëgjo, nuk është vetëm këtu, është edhe se si ne... Vajzat e din ku kanë hyrë. Dëgjo, është... Vajzat e din ku kanë hyrë. Po pra, e kuptoj. Ka diskutime, ta kenë marrë për sipër, do Po të pra, thonë, e kuptoj. Dëgjo, dhe unë kam shumë kolegë të mi që janë të rinë në moshë dhe i bie që unë të haj natë me ato, unë i natë me ato nuk ka, si fillim, që ta them si gjë, si koncept. Dhe me thënë, më duket shumë absurde që ti rinë komenton, prandaj ta thash, unë nëse do isha konkurent, nëse do kisha një problem me një nga vajzat, do vija dhe do ankojsh atë ty që të bëje, më e madhe, më ndimo. Ama, ti që sulmon vajzat dhe i bulizon, si pas tyre, unë mendoj si më e madhe që je, ti duhet hapësh dhe pak më shumë rrugë, të lëshosh do me thënë pak rrugë, dhe mos i bish do me thënë mos kapesh nga çdo fjalë që thonë, e për më tepër ti të tregosh me punë, me gjëra, me sfidat, se sa më e mirë sa ato pikërisht, po tani po ju dëgjoja 10 orë të ulërit aty se su kapet për flokësh. Po ju mi zemra tjetra, ti shpjegon veten tënde, ti nuk merresh me tjetrën. Po ti tregon... Mendon që unë jam duke bulizuar, ndërsa ajo, më thënë, drejtohet me shumë pa respekt. E pash debatin, isha pak në tutje, prandaj dhe shkova Moraninën për të qetësuar gjithë gjën. Debat konstruktiv, nuk më pëlqeu që Brikena o Shidor, u çua dhe iku. Mendoj që një debat konstruktiv duhet mbyllur, të finalizohet dhe të çojnë të gjithë nga tavolina. Duke u çuar njëri i mërzitur dhe tjetra duke folur, nuk është as sqarim, as debat serioz për të marrë parasysh. Pra deri diku kuptoj Brikenën, deri diku kuptoj Ninën. Por njëra për tyre të iki sa më shpejt.